si bukur. O Alex. 3 piano. Unë kësha qef që ta bëja këtë gjiron këtu, që të dukeshin këto 3 pianot. Piano e bardh, piano e zez, piano e kuqe. Performansa me 3 piano, Fati, matë shumë që të kesh gjithë të kujdes artistik që të të shkëlqej puna që ke bërë me vokalin edhe me këngën. Të lumt. Dëgjo, neve në Shqipëri kemi një shprehje që themi lumë mamaja që të ka, se ti përveç se i talentuar dhe djalë shumë i mirë. Dhe me që mami ka 8 marsi dhe gjitha nënat festojnë, e kanë ditën e tyre pas nesër, do t'ju bëjmë një urim apo jo, për nënat që janë gjithmonë të heshtura dhe japin gjithçka dhe në kthim kërkojnë aq pak, që të lodhura nga puna kthehen, lajnë e kurostin, gatuajnë, të nesër me mëngjes, edhe pse mund të jenë natën pa gjumë se e kanë gdhirë se fëmia ka pasur temperatura, po kanë ndonjë bebe e qaramane natën, çojnë përsëri edhe fëmijën tjetër më të rritur e çojnë në shkollë, i bëjnë mëngjesin me urtësi, japin një këshill, kujdesen e ka marrë se ka marrë çadrën se po bie shi jashtë, u vesh. A e ka një banane rezervë aty se mund ta marrë uria. Ka marrë ndonjë gjë me vete në jogurt se gjatë mëngjesit e drekës mund ta marrë përsëri uria. Ja, këto janë nënat që s'kërkojnë asgjë dhe japin gjithçka, prandaj gëzuar të gjitha mamave që ndonjëherë qajnë heshturazi me lot. Kush e di se për çfarë arsye dhe bota nuk e kupton, se ato nuk duan që lotët t'u shohin. Gëzuar të gjitha mamave, nënës time, mamit tënd dhe të gjitha mamave të botës. Po ti thoja vetë mamit tënd çfarë ke dëshirë, ti thua se vjen çdo natë dhe të duar troket, ke rastin. Mam, gëzuar këtë marsin, të dua shumë se ti më ke mbështetur shumë mua në këtë rrugë dhe ti je një pjesë shumë e madhe kësaj gare dhe unë besoj që prej teje kam arritur deri këtu ku jam. Si mami si shkëlqen nga lumturia. Fifi, flet e para për matadorin e saj. Ala kam të rëndqethura i kam. Edhe këmbët me janë rëndqethur. Ja, deri këtu duken Mornica, deri këtu i lexojon. I lexove, a? I lexova të betohem. Alex, a di pse jam shumë e lumtur me ty on? Sepse çdo këshill që unë ta jap, ti e merr për bazë edhe e mëson në shumë pak kohë. Jam shumë e lumtur me ty sepse ti je sikur unë. Do me thonë, as unë, do me thonë, Fifi nuk është që ka naj farzani shumë të madhë dhe me atë zërin e madhë mund të qaj ato gjamat e kishave dhe qapo dione, po me këtë zërin ka që kemi dhe emocionojmë shpirtat edhe ata të gëzuarit edhe ata të lënduarit. Bravo, Alex Gjonaj! Dëgjo, t'ja vjedhin pak Fifit këto? T'ja vjedhin këtë? Bravo, Alex! Se e kështë shumë bukur. Bëje njërë ti, bëje? Bravo, Fifi, thuaj. Bravo, Fifi! Prit. Unë thët... Pushoj tani dirigent? Ashtu. Ja ti dirigjoj une. 1, 2, 3! Okej, bravo. Do them një gjë të bukur për ty që më ka bërë shumë përshtypje. Shiko, shumë artist që kemi njohur në gjithë të vite produksionesh televizive, në një pjesë të kohës bëjnë show, në një pjesë të kohës patjetër janë të lidhur shpirtërisht me produksionin. Një gjë që vëreun tek ti që është e jashtëzakonshme është mënyra se si ke lënë një copës shpirti aty në atë panelin e juris, edhe se si e investuar me gjithë zemrën tënde për këta fëmijë. Unë besoj që nuk do të harrojnë kur ata, po dhe publiku, se ti në gjithë madhështinë e asaj që ti jep suksesi, fama, muzika që ti krijon, je përsëri në thelbi njëri thjesht që çohesh në këmbë për këta artistët e të ardhmes, edhe i jep zemrën këtu. Të lexohet në sy, të lexohet në gjithë gjuhën e trupit, në body language-in tënd se sa me shpirt ke luftuar për këta artistët e vegjël dhe sa shumë të ka qarë ajo zemër kur dikush është larguar nga gara. Kështu që faleminderit Fifi që je kjo që je. Faleminderit. Fifi, o Fifi. Fifi Qan. O Fifi, o zemër e mirë. Shko pusë Fifi, shpejt për qafohe. Ja po.
Shko puthe dhe mamin, puthe dhe mamin, se e ka ty mamin. Puthe dhe maman. E Aleksi që puth mamin. E ja të Alketa tani vrap. Sa bukur që je veshur më Aleks, sa bukur je veshur, yll dukesh. O Piro, si more Piro, qao Fifi, more Bojken, qao Fifi, as gjës vët për ta ngushëlluar vajzën atje. O Fifi, të kam dërguar një përshafim të Masa Oqeani nga këtu. Ha? Të kam përshafuar shumë. Unë e kam një gjë, jam njëri shumë emotiv, edhe për me më shif emocionin edhe atë gjendjen time shumë të thyer shumë shpesh, edhe për me më shif atë njeri unë shumë të madh, e luaj këtë rolin e palachos në njerë ma shumë sa që duhet. Ti si e palacho fare, ti je një super artiste originale, vërtet, we love you. Ej, falenderit shumë. Falenderit për gjithë shka i ke dhënë këtij panelit të vit, je fantastike, mos ndrysho. Dëgjoj, Fifi, bota ka shumë maska, edhe është një teatr i madh me cilin çdo ditë ballafaqohemi, lumë ata që heqin këtë maskën edhe janë të vërtet në çdo rol tjetës, qoftë në atë profesionale, qoftë në atë personal. Nuk e kam fare problem paragjykimet edhe komentet edhe llafet edhe qa flasin njerëzit, jam paragjykohem sham, ofendohem, fyjem në çdo sekond, për mua përbën zero problem qa ndodh. Dua të do me thonë në këtë rrugtim në X Factor ju mundu me pregadit 4 qunat e mi, që rrugtimi dhe të qenurit artist nuk është rruga ma e bukur në botë, për ajo ku kime shku atje nalt është emocioni ma e mirë që kime e marë, edhe pranaj jam shumë e lumtur që vazhdon akoma Aleksi në garë, edhe na dy kina me fitu. E di ti kush të vesh ty kaq bukur? E di kush të vesh? Salvet Atelier, apo jo? Jo, duhet të qetësohen pak ata Kori. Bravo. Do ta përshëndesim pak të partnerin ton këtu që të vesh ty kaq bukur? Falenderojmë Salvet Atelier. Salvet Atelier, faleminderit që e vish kaq bukur këtë djalë siç i duhet performancave. O Piro, a mund ta zgjasësh pak krahun në drejtim të Fifit edhe ti Bojke në drejtim të Fifit? Ju lutem një përshafim nga ana ime, Oriola Zere se e bëri. Bravo, more djem. Ka veç nga unë duan përshafime. Paqe dhe dashuri. I tham gjërat për Aleksin, kush nuk foli, se harrova kush foli. Foli asnjë përveç meja. Edhe unë duhet të them, duhet bashkohem me emocionin e Fifit. Po. Dhe duhet të them që Aleksi edhe ne, të paktën mua, personalisht me emocionoj sot. Aleksi u bë disa javë rjesht që ka një performancë, bën një performancë shumë të mirë, po mbi të gjitha është për mua pëlqen se është shumë muzikal. Ka një zë i cili i këndon shumë bukur lart, është i pastër, ka një diksion shumë të mirë dhe mbi të gjitha transmeton emocion të ne. Dhe kur një artist, qoftë mosha Aleksit, qoftë një moshë më e madhe, ku diun, transmeton emocion, kjo është çelësi i suksesit, ato që folën edhe pak më përpara, dhe Aleksi e ka këtë gjë. Dhe kjo është një armë shumë e fortë që Aleksi ka. Bravo Aleks. Faleminderit shumë Piro. Bojken. Nuk kam... Votojeni nëse doni kaq shumë, një vot nga ju bën punë sot. Bojken. Nuk kam çashtoj shumë gjëra, por më vjen shumë mirë që ndjehet puna e Fifit edhe ai emocioni edhe diçka më tepër se vetëm teknika, po shpirti, emocioni realisht që i ka dhënë Aleksit ose është munduar që të zbuloj. Edhe në përgjithësi performancat dhe këngët e Aleksit janë të veçanta dhe mënyra se si ai interpreton është e veçantë. Unë do thosha që kjo nuk është një këngë e lehtë për ta kënduar, është më e vështirë se çau kënduar deri tani këtu sepse ka shumë melodi, edhe që mos tonosh që kjo këngë është pak më e vështirë se ndonjë këngë tjetër që duket e vështirë, por nuk është aq shumë e vështirë. Kështu që në të dyja planet, edhe në planin teknik, edhe në planin emocional është shumë mirë dhe përgëzoj për këtë. Oriola? Faleminderit.
Ç'mund të them më shumë, pajtohem plotësisht me antarët e jurisë. Na edhe një emocion shumë të madh me këtë këngë Alex. Ndjeva çdo tingull të saj dhe mund të them që sot i vure vulën emocionit dhe po tregon me hapa shumë të sigurt dhe me hapa shumë të qartë që je një artist i madh, do bëhesh një artist shumë i madh. Kështu që urime. Faleminderit shumë. Mirë, votoni Alex. Alex suksese, faleminderit që na ke bërë super show këto net edhe sonte përfshirë. Do